Një figurë e re por gjithnjë e më dominuese në krimin e organizuar në jug të vendit, është duke ngritur një perandori të heshtur në Ksamil dhe Sarand, duke sfiduar hapur dhe ikonat e vjetra të kësaj zone, si Andrea Çaushi, alias Renato Çaushi. Bëhet fjalë për Bekim Bulicën, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare dhe ndërkombëtare, i cili rezultoni skeduar për një listë gjatë veprash penale, kanosje, armbajtje pa leje, trafik ndërkombëtar droge, dhunë, pastrim parash, ndërtime pa leje dhe korrupsion aktiv. Në monitorimin prej më shumë se një viti nga SPAK dhe BKH, Bulica ka konsoliduar pozita si figurë dominuese e krimit në Ksamil, duke ngritur një strukturë të dyfisht, një investim luksoz që shërben si mbulesë dhe një rrjet të shpërndarjes së drogës dhe pastrimit të parave, të shtrirë në bashkëpunim me persona të përfshirë në veprimtari kriminale. Pika qendrore e kësaj skeme është lokali luksoz Principotes and Tulum Resto Lounge, i ndodhur përballë 3 ishujve në Ksamil. Lokali është ndërtuar mbi një zonë të zaptuar në Bregdet, me leje të siguruara përmes korrupsionit në bashkinë e Sarandës dhe strukturat e policisë lokale. Në këtë ambient mblidhen eksponent të trafikut të drogës, persona në kërkim ndërkombëtar dhe vajza të përfshira në rrjete prostitucioni luksoz, të njohura si vajza Dubai. Restoranti është regjistruar në emër të një të afërmit të Bulicës përmes një kompanie fantazmë të krijuar në janar 2022 me kapital fillestar vetëm 100 lek. Sipas burimeve, kjo kompani është përdorur për të lëshuar fatura fiktive në vlera qindra mijëra euro, të cilat dyshohet se mbulojnë transaksione të pastrimit të parave nga trafiku i drogës. Pavarësisht se është nën monitorimin e agjentëve të BKH-s të infiltruar si turist në verën e kaluar, SPAK ende nuk ka ndërmarrë asnjë veprim penal, edhe pse Bekim Bulica është një subjekt i ligjit antimafia, me një dosje voluminoze që përfshin arrestim në Francë në vitin 2021 dhe ekstradim në Shqipëri për tentativë vrasjeje ndaj shtetasit FC, korrupsion të prokurorit dhe gjyqtarit të çështjes që i mundësuan lirimin e shpejtë, pjesëmarrje në planin e arratisjes së Arbër Çekajt nga burgu 313 në Tiranë, organizimin e sulmit ndaj policit Ervin Fenaj dhe vëllait të tij në shtator 2023 në zonën e kombinatit për shkak të prishjes së pazareve të drogës. Grupi i sulmit përfshinte Bekim Blerim Besart dhe Shaban Bulica, si dhe Bernard Aliaj. Dosja u mbyll pa hetim të plot, e deformuar nga prokuroria. Aktualisht Bulica ka siguruar kontroll mbi një prej zonave më strategjike të turizmit në jug, duke kapur institucione, korruptuar inspektoriate dhe ndërtuar një linjë të paligjshme fitimi në zemër të një nga destinacioneve më të vizituara të Shqipërisë. Nëse SPAK nuk reagon, atëherë nuk jemi përballë një rasti kriminal, por përballë një dështimi institucional të planifikuar.